Për Leila, nuk na lan vetëm çuna. Asnjëherë. Po ku je mora Arbër? Ku je? Që i kishte marrë shumë mallin për mua, kështu që mund ta thuash publikisht. Po mund ta them, nuk rezistova dot Lej Krajs që nga bërë kështu çokoladë, pas ka bërë edhe buzët me brillantina e gjëra. Tani tregoje. Tash nuk mund të mungoje, thash çado që të kisha, thash duhet të jem këtu prezant. Tani tregoje që kishe edhe pyetje personale. Atë ngacmoi njërin turqi Leila. Jo, më pyeti më troç akoma, po nuk transmetohet pyetja. Bonën e gjandej. Si përfundim? Ja, nuk bërë. Mirë, okay. Pastaj pyetat ngacmoi njëri, kështu që pastaj këto pyetje i kaluan atij, të vetmit, the one and only Klajdi Musabelliu. Merhaba. Mirë ja kaluan turqinë Klajdi. Klajdi ishte shumë i lezetshëm, si gjithmonë duke ngrënë shumë, nuk e di se nuk shëndoshet. Kush ta nuk shëndoshëm? Ja, shumë mirë. Me shaka. Aq shumë që ke ngrënë ti. Ti haje në çdo sekond. Po ti kush dukesh aty? Nga vetë ti mua. Ka shumë interesante kjo biseda. Tani mund na zbuloni sekretet e njëri tjetrit. Çfarë ndodhi në Turqi? Dhe tjetra kush dukesh. Në fakt Leila ishte një ndër vajzat më të spikatura të pushimeve on top, më të ngacmuara dhe më të ngacmueshme, po që në gjithë rezortin, do të thoje. Në gjithë rezortin, po dhe nga ne delegacioni shqiptar i Top Channel. Po se kush dukte kjo? Ngacmo Aldo, ngacmo Gjibani, se ku vend tek Eda po se po mi telefoni. Shmangja. Po shmangja kjo çokolata turke. Buzëqeshe edhe zhdukesh. Ja erdhën. Edhe ne shkretët pastaj vazhdoni me këto ndërkombëtaret ruse, moldave, ç'a dilin. Sa buani të shkretët. Çfarë kanë bërë? Çuna mendonin se kishin shkuar me bukë me vete, por jo. Ja, ishte një ide ashtu, por që kemi qarë gjithë natën. Siç e kuptuat, në studio kemi Klajdi Musabelliu, sot do të flasim për kryeveprën e tij më të re. Dhe jo vetëm kaq, përveç atyre që ne po diskutojmë, kemi ende për të zbuluar. Supozoj që do të ishte edhe Xhibani me ne në studio. Gjibo. Por do t'i bëjmë një surprizë duke u lidhur. Ja ka marrë shpirtin ato rusët atje ndërmjet. Me video se ju ça goma duke ardhur në radio. Të çatë ujku çome. Di çfarë më forta që djem u çam un goma, nuk e di, që ka java. Që ka java. Edhe më grisën atletet. Ti Klajdi vazhdon sa e ke numrin e këmbës? 41 e gjysmë. Po 41, domethënë. Aty jam. Leç kemi. Ç'është ky flirt me si? Po sta var në Turqi, sta var në Laprak, sta var në Tiranë 3. Në Top Albania Radio do ta varë jam e detyruar. Po tash do të ngacmoj. Për hir të show-t do ta varë. Për hir të show. Kemi Klajdi. Për një çast ndërrova vërtet, po. Për një çast më ndali zemra te Klajdi. Për lekë. Për një çast do quhet. Në fakt kur them kryevepra e Klajdit, nuk po flas për Leilën, por për këngën e tij më të re. Absolutisht jo. Për këngën e tij më të re, e cila me sa duket është shpritur shumë mirë, me një klip shumë interesant, ka sërish emrin e Petros aty si bashkëpunëtor. Na trego diçka më tepër për këtë projekt të ri Klajdi, se ti je ai që duhet flas për këtë. Ai që ngacmon Leil, po. Kjo ishte një bashkëpunim i paranoncuar, siç kam thënë edhe në fundit të emisionit tuaj, së bashku me dy banorët Big Brotherit kemi këtë projektin, i cili ishte ky, që do të thotë Petro Xhori ka realizuar orkestrimin, tekstin, muzikën, domethënë audion, ndërsa videon e ka realizuar Olsi Abazi, pra një lor filmi. Pra jemi 3 miq që jemi njohur dhe kemi ngelur miq në Big Brother. Është një bashkëpunim shumë i veçantë për mua për faktin se është i ngjizur nga aty brenda. Është një këngë cilën Petro e kishte shumë për zemër. Nuk është shkruar enkas për mua, të jemi sinqert me ju dhe publikun. Është një këngë e cila më pëlqeu së tepërmi. Ja, mora, kështu, si marr unë domethënë. Edhe na del dhe Olsi në shteg për xhirimin e klipit. Për xhirimin, edhe sigurisht Olsi është producent filmash edhe bëre atë mini filmin shumë të bukur. E kemi realizuar këtu brenda në Shqipëri, në trojet tona. Edhe pse nuk duket sikur është në trojet e Shqipërisë, duket një vend i huaj. Po kjo është magjia e Olsit. Ekzotik, nuk di të them, nuk di ta shpjegoj, por nuk duket Shqipëri. Olsi Abazi bën filma, bën reklama, bën shumë gjëra, domethënë ka vite, jo besoj, po pjesa më e madhe e njerëzve e njohin për këtë profesion që ai ka. Sigurisht u investua maksimalisht në këtë projekt.
Dua t'i përshëndes dhe t'i falenderoj çunat sepse ka dalë një gjë shumë e bukur, është një bachata shqiptare. Po e quajmë shqiptare me që këndohet shqip. Po ritmet janë bachata. Duke qenë se është dhe verë, unë mendova ta ul pak ritmin në sensin në krahasim me e bukur të Irkencit. Po, ishte pak më e kërcyeshme, pak më disco. Pak më dance, pak më po, më muzik makinash, po e quajmë me kudiun lokalesh, klabesh, për t'i treguar publikut që s'më që mund ta bëjmë edhe këtë gjë tjetër, domethënë. Pra dim këndojmë këngë leta, bachata, dance, new age. Dhe e zgjeta enkas të këngë për ta nxjerr së bashku me çuna, duke qenë se jemi në verë. Dhe në verë ju vajzat e keni shumë qejf të muzikën latine. Absolutisht. Lej kemi. Edhe kjo arrihet me punë, me përpjekje, apo jo Lej si arrit? Me përpjekje. Me shumë përpjekje. Edhe u përpoqëm dhe nxorët të kryevepër. Ti the që nuk ishte për ty eksaktësisht kjo këngë, por në fakt besoj që mund të jetë le të themi një dedikim special. Kjo këngë ishte një dedikim, Petroja kishte dedikuar dikujt asaj, ishte një gjë shumë personale, edhe unë i gjuaj këto gjëra. Domethënë, në çdo këngë që unë bëj vet si kantautor, them gjithmonë gjëra të vërteta, histori personale, kështu gjërash domethënë. Edhe midis këngëve që diskutonim dhe dëgjonim me Petron, zgjodha pikërisht këtë sepse ishte shpirti i Petros brenda dhe ishte historia e vërtetë. Dhe pa dëgjojeni kështu njëherë domethënë këtë këngë, mos e dëgjoni thjesht një këngë se tham këtë, se tham atë. Dëgjojeni më thellësisht. Jepini një dëgjim ndryshe në sensin që është një histori e vërtetë. Që fshihet aty. Jo, që nuk fshihet, por që tregohet. Dhe që Klajdi ka marrë përsipër ta shpërndaj nëpërmjet zërit të tij shumë të bukur. Si ka mundsi? Mora. Ta lam për show. Je trajnuar këtë Por kohë do se për zëri atë vajzën, kishte një vajzë nga Berati 10 vite. Vazhdoni. Ajo natë e mirë, s'ka. Me zemër guri, po. Po bëj xhelotë tash jam me Leni, jemi shumë mirë. Jemi super të lumtur. Kemi qenë në Turqi që jemi bashkë. Vjen Lej çdo ditë la pikat. Tallën e kur dali. Lejnë për portalit tani nesa, atje Lej. Hajde Lej më shfrytëzon. Lej më shfrytëzon, nuk ka problem fare. Gjibanin. Gjibo. Vjen Gjibo pasaj me shpong me Ishte gom një të lojë që shpur. bëm me Gjibanin, jo vetëm me Gjibanin, por gjithë grupin. Nuk e di Alisha ti aty. Po s'të zash me shishe. Jo me shishe. Isha duke ngrënë. Truthur there. Edhe tha Gjibani, me ke do shkoje ti Lej, me ke nga reperat. Pyetje, Me mua, me Ledrin, apo me Noizin. Dhe Gjibani më asnjë, kupton? Jo, po me ke do zë, po me Ledrin s'po do me ke. Një Gjibani është i sinqert, më pëlqen, mendon shumë për veten e tij, domethënë. Domethënë pyetja e drejt për drejt. I thashën mos e fut veten në listë, është të shkënjesh. Mos e fut veten në listë. Po ja tha shumë ëmbël, ja tha shumë ëmbël. Për shef. Ishte një pjesë qefi, kupton. Pas ka lëzë me shishe, kupton, tash se brapa tut, tash. Kur ishim duke pritur avionin, kupton? Tani ti Arbor Po si gjithmonë ndjesh? zgjedh Gjibanin mes gjithë këtyre reperave, kështu që kështu do e them. Pa, ti nuk e zgjodhe. Ti Arbor si ndjesh në këtë situatë? Që si isha unë të lëja me shishe. Kolegja. Na bini një shishe lutem. Na sillni një shishe. Apo të lloj mirë të si. Ishte me pyetje, kështu që pikante. Ne po kuptojmë që ju jeni kënaqur shumë atje. Edhe keni luajtur, jeni argëtuar Jemi njëri zënë. tjetrin, ndoshta edhe jeni afruar më tepër, ose jeni njohur për një javë, besoj. Po ja, për shembull, isha zënë me Gjibanin, u pajtova me Gjibanin, u zua me Viserlon. Ja, këto janë të papritur të jetës. Tani na trego si u pajtove me Gjibanin dhe pse u zdure me Viserlon. Tash i fjalë për fjalë, s'mund ta them se Fjalë për fjalë është shumë e rëndë, po. Okej. por që domethënë ja, komunikuam ashtu midis si midis meshkujve po themi dhe Ishin të dy të pishina, dy të dy me 40 hequr, dy dhe shkuan bajk me bajk. në komunikime sipër fluturuan disa komplimenta të thella. Pra temenaj thon turqit, Edhe Po që qeshke bukur ti. Edhe u kënaqem shumë domethënë, po pjesa më e bukur aty e di kush ishte? Kur vinte Lej.
Kisha, E kam për show, kisha shumë Pra, aq pak sa vëmendje vinte. nga Si çuna. e ka Jozi kur e fjala këngën tani do është, ndrohet, është lej kur e fjala. E di sa e përkdhelur jam ndier shumë e përkdhelur aty, shumë nuk e di. Ka qenë më e dëshiruar nga Nedin beqar. Ama ma thot tash se s'ka ndonjë gjë. Jo, po jeni sjell shumë mirë. Po normale, ne jemi kafsh. Nga beqar dhe jo vetëm. shumë Keni mirë. mbytur me komplimente. Tani me Xhibanin si u pajtove? Ç'a ndodhi? Ishim buzdetit. Po, dorë për dorë. Po ja. frym të herë. Pa. Ulëm të rëra. Dhe bot një kala. Po flisnim. Dhe bot një kala. Domethënë Xhibani është ai djali i mirë, po pak i nxituar Klajt ndonjëherë? Pak i Po nxituar. jo, të gjithë gabojmë ndonjëherë, domethënë nuk ka lidhje. Nxitohemi shpesh herë apo ndonjëherë themi ndonjë fjalë që s'do ta themi e këtej me radhë. Për mua dhe për shumë prej nesh po themi, besoj që ka mbaruar Bigu dhe pse s'do mbaroj kurrë. Sepse Bigu është një eksperiencë e cila nuk harrohet kollaj. Por çfarë ndodhi brenda? Nëse e vazhdojmë ndaj jashtë, pastaj nuk ka sens, nuk bën sens, ose ne mund ta vazhdojmë ndaj jashtë, për shembull, po që Nuk merr më kuptim. s'ka kuptim, se Kështu që e lat kaluar më pas kështu që për pak lam fjalë. aty pas, sepse kemi edhe një pikë bashkuese ne me Xhibanin. Është lej pra, lej kemi. Sa seriozisht gjona. Se mendoj që do të thotë në një gjë tjetër, po që ka lej krye fjala. Preferencat e njëjta me Xhibanin, pra e kupton kemi. Nuk e di pse mendova Klajti se në fillim kishe qejf kështu këta kaçorelsat se kishe një shkëndi në aeroport me një nga gocat aty që Prandaj ke bërë shumë si kaçorella dhe sot me ëndër. Po pra sa e pyet, pra ne ke bërë kështu ti. Po e vesh do të Klajti dhe me kaçorella. Jo, unë në fakt nuk është se kam kështu preferenca të ndara me thik, i pëlqej gjitha. Po ti midis të gjithave ti je më. Hajde Vila. Albaniari. Farmik. Jonida beqari jam unë. Bëjtime tha. Jo ti. Për show, sa herë kemi për show. Ti në rregull je. Ti në rregull je, por do doja të dija tani përveç Turqisë. Jo, priti se jemi akoma në Turqi me Viselëm së uzura. Po e tha pra me fjalorat. Po jo më sa tha, shkoj tamam, ç'është që tha tani. Nuk e di faktori mosh apo quando chevo thot është italiani. tintuar, është ka filluar shumë sherra aty dhe pastaj zbutej, po kur zbutet ai, pastaj Ku marrë filmin pastaj. Njerëzit janë akoma të tensionuar, akoma me nerva, akoma na brullin, kështu që Serlo do të ketë pak kujdes. Prindët tan na thoshin gjithmonë që domethënë e ke hak një domethënë. Ne jemi ai brezi që kemi ngrënë jo shpulla apo ku diun peca, kokës e gjona, ha? Klajti se jemi kundër Klajti, zonës. Ç'është kjo Nuk po e promovoj, po them çfarë brezi jemi ne, pra ne kemi dalë si të rreshkarne domethënë si pëllumb lëshuar, por me thënë drejtën mua nuk më kanë ty jo. Mendoj. Pas ke qenë në fakt. Jo. Unë mbaj mend mësuese në Berat, mësuesja e fizikës më thynte atë pecin kokë, atë shkopin që bota të kedrasa. E tmerrshme. Pra ky brez jemi ne domethënë, jo se po dua ta promovoj, po që ka ndonjëherë është e nevojshme për ndonjë person caktuar, o ta futesh në burg, o ta përqafosh. Paska natë serioz me Viselën. Me Viselën besoj serioz. Janë caktuar se kanë ndarë edhe një dëm bashkë, më kupton, kanë qenë një dëm. Ti fol. Po ti fol prandaj që një zën. Jo, edhe prandaj, por jo tamam prandaj, Megjithatë s'ka problem, do rritet, do e kuptoj. Po kur zot pas ku si flinit pas. Të ndar. Lej mos dëgjoti. Lej të lutem. Ja ashtu. Njëri me incep, tjetri me incep. Një nga koka, një nga këmbët. Dopja ishte krevate. Jo, ishim të ndarë, kishim një tjetër në mes aty, domethënë, nuk ishte tamam kështu. Tani ta lëm Viserlo në punë të tij, me që nuk e kemi në studio. Vaja con Dios. Është pak ngacmues, por është i lezetshëm, me thënë të drejtën. Po gusto kjo dynja. Unë për shembull pëlqej shumë si e përballon. Varet se si i përballon ngacmimet.